Ish-presidenti Ilir Meta ka lënë sërish sot ambientet e paraburgimit 313 për të dytën ditë radhazi, pas ndarjes nga jeta të babait të tij Recep Meta. Ndryshe nga një ditë më parë ku u zhvillua ceremonia e varrimit në çepan të skraparit, Meta këtë herë është drejtuar në ambientet ku po mbahet pritja ngushëllimeve nga familjarët, miq dhe të afërmit. Gjatë ceremonisë, ngushëllimeve janë parë bashkëpunëtor dhe figura politike, mes tyre dhe Sali Berisha, i shoqëruar nga dhëndri i tij Amarbër Maltezi. Berisha ka dhënë një deklaratë pas takimit me Metën, duke konsideruar situatën e tij si një rast politik dhe duke akuzuar qeverinë për trajtim të padrejtë. Biseda ime ishte hapur në një mjedis të hapur dhe natyrisht gjatë kësaj kohe biseduam për aktin e turpshëm se të mbash të burgosur politik vetëm nga friga dhe të merri, siç bën Edi Rama, është një akt për të cilin s'mund them gjë tjetër veç se vazhdon me përpikmëri dhe besikëri rrugën e babait vet. Leja e dhënë për Metën i ka mundsuar t'i të qëndrojë pranë familjes në këto momente të vështira, ndërsa pritet që ai të rikthehet sërish në paraburgim pas përfundimit të afatit të lejes.